Sektori prodhues në vend, industria dhe bujqësia, baza e zhvillimit të qëndrueshëm dhe gjenerues të mëdhenj të punësimit, janë në krizë të thellë. Të dhënat zyrtare të Instat tregojnë se bujqësia është në një rënje vjetore në 3 mujorin e parë të 2025-s me 2.76%, ndërsa sektori i industrisë përpunuese me 7.46%, rënja më e fortë që nga 3 mujori i parë i vitit 2020, kur lëvizjet u bllokuan nga pandemia. Bujqësia hyri në vitin e 5 të rënjes më 2025, ndërsa industria në të tretin. Rënja e bujqësisë dhe industrisë në ekonomi është një sinjal negativ për zhvillimin afatgjatë të vendit, pasi këta dy sektorë përbëjnë një pjesë të rëndësishme të prodhimit, punësimit dhe ekuilibrit tregtar të vendit. Bujqësia, pyjet dhe peshkimi përbëjnë rreth 16% të PBB-s në Shqipëri dhe është punëdhënësi më i madh në vend me mbi 32% të totalit më 2023. Kjo përqindje është edhe më e lartë veçanërisht në zona rurale. Rënja e bujqësisë po krijon varësinë më të madhe nga importet e ushqimeve, çka rrit deficitin tregtar dhe ndjeshmërinë ndaj luhatjeve të çmimeve globale. Ky zhvillim lajmëron arritjen e çmimeve të ushqimeve në vijim. Për herë të parë në 2024, në Eurostat përllogaritis se çmimet mesatare të ushqimeve në Shqipëri janë më të larta se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian. Të dhëna më të detajuara tregojnë se bujqësia është në trajektore rëndëse, kryesisht për shkak të zhvillimeve negative në fermat familjare të sektorit të blegtërisë. Në dekadën e fundit, numri i kafshëve për qumësht dhe mishk gati është përgjysmuar prej falimentit të fermave të vogla. Rënja e popullsisë në fshatra dhe plagja e saj ka bërë që fermat e vogla familjare me kafshë të shuhen. Për të njëjtat arsye, ka rënë edhe prodhimi bujqësor në fushë. Fermat familjare për vetë konsum janë në falimentim të vazhdueshëm nga paksimi dhe plagja e popullsisë në fshat. Gjithashtu, sektori i industrisë ka hyrë në një krizë të thellë me rënje për të pestin 3 mujor radhazi, teksa industria përpunuese është në vitin e 3 të rënjes. Industria, përpunimi, energjia, minerat e të tjera zën afërsisht 10% të PBB-s, duke kontribuar në mbi 13% të punësimit total më 2023. Fabrikat kanë hyrë në një krizë pa kthim, nga rënja e fortë e euros, arritja e kostove të brendshme nga rritja e pagës minimale, kombinuar me rënje të kërkesës nga jashtë. Rënja e industrisë shënon efekt domino, pasi është e lidhur me logjistikën, energjinë, ndërtimin dhe punësimin. Industria, veçanërisht përpunimi, është më e ndjeshme ndaj krizave ekonomike dhe cikleve globale. Rimëkëmbja e fortë pas pandemisë u zvendësua nga një ngadalësim dhe më pas rënje të theksuar në 2024. Rënja e bujqësisë dhe industrisë në Shqipëri në vitet e fundit ka një ndikim negativ të drejtë për drejtë në rritjen ekonomike, në mirëqenien e qytetarëve dhe në aftësinë e vendit për të tërhequr investime afatgjata. Rritja ekonomike pa themele në prodhim dhe bujqësi rrezikon të mbetet e paqëndrueshme dhe e ndërtuar mbi sektor jo produktiv, si ndërtimi dhe konsumi i pakontrolluar.